Ishte pak pas mesnatës kur Benita, e raskapitur nga mendimet që i silleshin pa pushim, vendosi të çohej nga shtrati. Qetësia e shtëpisë dukej edhe më e thellë në atë orë, dhe çdo hap i saj në korridor jehonte butë, sikur edhe muret po e ndiqnin me vëmendje. Ajo u ndal paksa para derës së Tonit, duke marrë frymë thellë. Brenda ndjente ankth, por edhe një lloj vendosmërie, ajo nuk donte të flinte me atë peshë në zemër, me një trokitje të lehtë, pothuajse të pavërejtshme, Benita lajmëroi praninë e saj. Brenda dëgjoi një lëvizje të shkurtër dhe pastaj zërin e Tonit, të përgjumur por të kujdesshëm. "Kush është? Unë jam." "Benita," tha ajo me një zë që mezi mbahej. Dera u hap paksa, dhe drita e zbethë e llambës që Toni kishte ndezur krijoi një aureol të ngrohtë mbi fytyrën e tij. Ai ngriti vetullat me habi të butë kur e pa atë aty, të mbledhur, me shikim të shqetësuar. "Çfarë ka ndodhur? Pse s'po fle?" e pyeti ai, duke i bërë shenjë të afrohej. Benita hyri brenda me hapa të ngadaltë, sikur të kishte frikë të mos e trazonte paqen e dhomës. Toni u ul në skaj të krevatit, duke e vështruar me durim. Ajo qëndroi para tij për disa çaste, duke mbledhur fjalët. "Nuk dua të na mbetet keq ajo që ndodhi më herët," murmuriti ajo. "Nuk më pëlqen ideja të fle me atë ndjesi mes nesh." "Më rëndon," Toni pshërtiu lehtë, jo i mërzitur, por sikur më në fund po kuptonte thellësinë e asaj që ajo ndjente. Ai i zgjati dorën dhe e preku lehtë në parakrah. "Hajde ulu. S'ka pse të qëndrosh në këmbë," i tha me mirë kuptim. Benita u ul pranë tij, por duke je tensionuar. Shikimi i saj lëvizte sa majtas djathtas, sikur kërkonte fjalët e duhura mes ajrit. Toni e kuptoi këtë. Ai e mbështeti dorën mbi shpatullën e saj, shumë kujdesshëm, duke e afruar paksa që ta ndjente se ishte e sigurt. "Më vjen keq që ndodhi ajo. Nuk ishte qëllimi im të lëndoja," i tha ai me një zë të ulët e të qetë. Benita uli kokën. "As unë s'desha të reagoj ashtu. Thjesht, unë ndjeva keq. Ndoshta nga lodhja."